a kom që me shkami moje, qysh kom i bote. Andaj kjo duhet mu largu sa më shpejt të krinia jonë. Doktor Akin, ndonjë këshill për ato gratë që dëshirojnë me mbet shtatzanë ose nuk munden edhe dëshpërohen? Jo, unë kom këshill ma shumë te moshat e reja. Sepse, po thëm kështu bukfalisht, shumë jemi modernizu. Dhe ky modernizim neve ka na kushton. Mirë po duhet me ditë që sipas shumë studimeve, duhet me ditë kur është mosha ma përshtatshme për me shtatzane. Më thonë, 25-30. Shpesh dëgjoj jo karriera, jo kjo, jo kushtet. Dëgjojmë edhe për para nuk kanë qenë kushtet, edhe për para kanë pas vështirësi ekonomike, por nuk i kanë këshyrë dhe kanë shkuar. Unë sot e di që vështirë me majt një fëmijë, por ju kisha lutur që sa më shpejt, nëse keni vendosur vetëm të krijoni familje, e keni gjetë partnerin, me keni martu, andaj duni sa më shpejt sepse me kalimin e kohës edhe ndryshon gjenda e juaj psikofizike. Ku thëm psikofizike, po aki pësojmë edhe ndryshime në organizëm, të organe gjinitale, por pse jo tash të fillojnë ajo faza, a kom që me shkami moje, qysh kom i bote. Andaj kjo duhet mu largu sa më shpejt të krinia jonë, dhe këto të cilat duhet me mbet shtatzane, të fillojnë sa më shpejt kontrollat sot jenë shumë të thjeshta, por ka edhe elementet të cilat na kallëzojnë që shko ose më shkon shtatzani. Për fat të mirë, metodat e reja, duke nis edhe te IVF-i, nuk e lën asnjë çift bashkëtorë pa fëmijë. Andaj, në rregull IVF-i, mirë shoqëri që është ka zhvillohet, është e mirë, por pse ju si çifte të reja të mos e filloni atë jetën sa më shpejt, sepse dikur është vonë, edhe pastaj keni mirë pishmonit.